Mirëmbrëma edhe mirë se vini në debat për një me për zgjedhjet jashtëzakonshme nacionale të 2026. Debat për një me është debati I vetëm në vend I realizuar me standardet e verifikimit të fakteve dhe mbi këto standarde ne do të jemi çdo natë në RTV Dugagjen prej orës 7 deri në ora 8 me ju të RTV Dugagjen dhe kallzo.com për me I diskutu programet zgjedhore për zhvillimin e Kosovës. Po e nisim këtë seri të debateve duke konstatu një dështim sistematik që na ka përcjell në krejt historinë e zgjedhjeve të vendit tonë, zgjedhjeve nacionale. Në të gjitha debatet, kandidatët për kryeministër deri tash në Kosovë që 20 vjet nuk kanë guxuar asnjëherë me I dal njëri tjetrit në mejdan edhe me e bo debatin ashtu siç ju ka hije. Kur I kemi fillu debatin zgjedhor në vitin 2005, pra mbi 20 vjet, atëherë kemi synu me u bo si ata në Amerikë, me I shti kandidatët me një sallë kundrejt njëri tjetrit e populli me I pa sa dini çka ofrojnë. Synimi jon ishte me bo debate të modeleve demokratike ku ata që garojnë për kryeministër me denjësu popullin duke debatu me njëri tjetrin. Janë bush, pra 20 vjet, edhe kjo ëndër e demokracisë nuk po jetësohet. Bajraktarët e Kosovës deri në këto zgjedhje nuk kanë pranu me dalë përballë njëri tjetrit me I pa krejt populli sa din. Ata nuk I kemi përballë, por neve me debat për programe zgjedhore me pjesëtar tjerë të partisë, do t'i kemi përballë çdo natë këtu në zgjedhje, do të mund t'i keni përballë. Po I theksojmë që ne edhe publikisht po I thërasim Kurtin, Hamzën, Abdigjikun edhe Gjinin me debatu për një me përballë njëri tjetrit, ashtu siç kemi bërë në vazhdimsi me ftesa që ju kemi dërgu. Sonte po e nisim fushatën zgjedhore duke bo debatin për një me drejtësi, me temën e drejtësisë. Gojën plot, po e kemi sundim të ligjit, por krejt raportit ndërkombëtare edhe vendore, po tregojnë që në Kosovë ende jemi, qush po quhemi, në fazën fillestare. Pse jemi në fazën fillestare, kjo kuptohet lehtë. Krye prokurorin e kemi UD, ushtrus detyrës, jo prokuror për një me. I kemi mbi 400 milion të pasgjidhura në gjykata, nuk kemi kod civil të miratuar edhe nuk e kemi mri hala me bo vettingun për gjykatës e prokuror. Por cila do t'jetë oferta e partive politike për me I ofru popullit zgjidhje për çdo probleme, do të diskutojmë sonte me 4 përfaqësues partive, të cilën e kam deri me pas, përkundër faktit që kandidat për kryeministra s'po vinë, megjithatë faleminderit që kanë ardhur kandidatët për deputet, të cilët janë Vigan Çorolli nga Lëvizja Vetëvendosje, përparim Gruda nga PDK, Gjafer Tahiri nga LDK edhe Labinot Bislimi nga AK. Para se mi fillu është debati parë, po I shpjegoj rregullat e debatit, përfaqësuesit e partive do të kenë nga 2 minuta për të paraqit platformën e tyre politike, ndërsa nga 30 sekonda për të replikuar me njëri tjetrin. Gjuha e urrejtjes është e patolerueshme në debat për një me dhe nëse ka ofendime e urrejtje në këto fusha, do t'i largojmë prej transmetimit. Tema e parë, qeverisja e drejtësisë. Kosova nuk ka krye prokuror edhe nuk ka ende skamrime përmbush procesin e vettingut për gjyqtarët edhe prokurorët. A është vettingu një proces I vdekur edhe cili do të jetë plani për drejtësinë, po e nisim me Vigan Çorolli nga Lëvizja Vetëvendosje 2 minutat e to. Mirëmbrëma atëherë, Lëvizja Vetëvendosje dhe rrjedhimisht edhe qeveria Kurtin 2 ka bërë punët më kolosale në fushën e sistemit drejtësisë për gjatë historisë së re të Kosovës në këto 27 vite dhe duhet thënë që ne në këtë program të ri elektoral që mbrëmë kemi publikuar në zotimet tona elektorale për fushatën e 7 qershorit, ne kemi parashikuar që të themelojmë byron përfundimisht për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, një byro që brenda legislaturës 10 për arsye krejtësisht procedurale nuk ka arritë të jetësohet dhe kjo byroja tashmë pas referendumit dhe pas zgjedhjeve gjithashtu që do të jenë plebiscitare me 7 qershor, ne do ta jetësojmë përfundimisht dhe do të implementohen mekanizmat e tij. Pastaj së dyti do ta kemi gjykatën për çështje familjare, një histori e suksesi pas gjykatës komerciale dhe as
saj administrative dhe të punës, besojmë që gjykata e re për çështje familjare, për çështjet alimentacionit dhe për drejtat të fëmijëve do të jetë një input shumë i rëndësishëm për sistemin ton juridik dhe përgjithsisht për popullin ton. Pastaj përfundimisht ne në sistemin ton të drejtësisë do ta finalizojmë ose do të rumbullaksojmë dhe në bashkëpunim me dy këshillat respektiv do ta përmbyllim procesin e digitalizimit të sistemit komplet të drejtësisë, ku njerëzit, palët e interesit, qytetarët e Republikës Kosovës, që vetë që për përfaqësuesve tyre të autorizuar do të mund të dorëzojnë dhe pa di dhe në kuptimin shkresor të komunikojnë me sistemin ton të drejtësisë në kuptim elektronik. Prokurorinë e re të specializuar së Pesti, që është një gjë që besojmë që përfundimisht do ta dizajnoj ose ridizajnoj fushën e luftimit të krimit dhe të korrupsionit. Aktualisht ne kemi prokurorit tona të rregullta dhe prokurorinë tonë speciale, por në këtë rast këto vite është treguesi pa mjaftueshme për ta luftuar fushën. Faleminderit, koha, zotni Qërolli, faleminderit, zotni Gruda, koha juaj. Për prioritetet e PDK-s. E para, ne do të rikthejmë një parim bazë që ka ekzistuar në Kosovë të paktën formalisht, barazisë para ligjit. Kandidati ynë për kryeministër sot dhe kryeministri jo nesër, kur të fton prokuroria do të shkojmë në prokurori. Kjo është e para. Mund duket shumë teknike, shumë formale, por është e pabesueshme që kryeministri refuzon me u përgjigj prokurorisë. Tjetra, ne kemi identifikuar problemet kryesore në sistemin e drejtësisë. E para është ngarkesa e numrit i madh i landëve. Vonesa në zgjidhjen e landëve dhe sipas nesh kjo zgjidhet përmes 3 masave: rritja e numrit gjyqtarëve, rritja e numrit prokurorëve dhe rritja e numrit të bashkëpunëtorëve profesional, që ne do të quajmë këshilltar të gjyqtarëve, siç e bëjnë plot vende evropiane. E dyta, futja e sistemin digitalizimit në drejtësi. Sot jeta shumica e kohës në një seancë gjyqësore shpenzohet duke diktuar gjyqtari proces verbalin. Shihni është, domethënë, është pak edhe shemti kur e sheh. Është shpenzohet shumë kohë, ne mund ta bëjmë atë me inteligjencë artificiale, është shumë e mundur, ne bëjmë plot vende evropiane. E para, e dyta, më falni. E treta, ne do të realizojmë vettingun në sistemin e drejtësisë. Jemi pro vettingut. Duhet shihet si do ta bëjmë, edhe duhet bëhet në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias edhe përmes ndryshimeve kushtetuese. Katërta, do të formojmë një byro kombëtare të hetimit, e cila nuk synon me kriju një prokurori të re specializuar si që synon pushteti. Ju e ndëgjuat tanë që do ta bëjmë një prokurori të re se kjo s'po lufton mirë korrupsionin. Tash kur thot pushteti, po bëjmë prokurorinë e re, kimi bën me shuqit prokurorinë ekzistuese që tu njeh ministrat ekzistues, për me kriju një prokurori që i mbyll lëndë e ministrave ekzistues. Kjo është synimi. Edhe tek kryeprokurori, besoj kemi pas rast me diskutu, po bëhet e njëjta logjik. Do të bëhen me shuni prokurori, edhe marruni prokurori të re që i mbyll lëndë e ministrave, sepse kjo qeveri është qeveria më e korruptuar e Kosovës lirë dhe të pavarur, edhe sipas raporteve të Departamentit Amerikan të Shtetit. Që ne mendojmë që këto janë gjëra që duhet bëhen për fillim, pse po i shoh sekondat, atëherë për pjesën tjetër un kam programi jon i drejtësisë është gjithsej në 12. Faleminderit. Koha, faleminderit. Xhafer Tahiri, koha juaj. Mendoj që një prej problemeve më themelore të krejt qytetarëve të Republikës Kosovës është që proceset gjyqësore zgjasin tepër shumë dhe ka një pasiguri totale juridike për atë se si do të rrihet procedura. Kjo në radhë të parë, domethënë për faktin se sistemi gjyqësor dhe prokurorial nuk është mbështetur asnjëherë me buxhetin e duhur nga institucionet për të pasur pavarësi dhe është tentuar të ndikohet gjithmonë politikisht në proceset gjyqësore. Pavarësisht krijimit të gjykatës komerciale, sot kemi zvarritje të landëve edhe në gjykatë komerciale. Pavarësisht që është krijuar ta gjykata administrative, ne do të shohim që do të ketë zvarritje të landës dhe qytetarët nuk e marrin drejtsinë kohë. Kur nuk ka drejtsinë kohë, ajo nuk quhet drejtësi dhe ky është standardi vendosur edhe nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njerëzit. Natyrisht që në qeverisjen tonë nuk do ndodhë që ministri i drejtësisë të ndryshojë rregullorin e buxheve, siç ka bërë Albulena Haxhiu për t'u përshtatur kunatit të saj dhe transferimit nga një burg i sigurisë më të lartë në një burg të sigurisë më të lehtë. Dhe kjo ka ndodhur në qeveri. Në qeverinë e LDK-s nuk do ndodhë që të zëvendësohen hetuesit policor që marrin në pyetje ministrat për korrupsion, siç ka ndodhur në këtë qeveri, sepse sistemi i drejtësisë nuk është vetëm gjykatat, është prokuroria, policia dhe të gjithë të ndërlidhur. Dhe në qeverisën e LDK-s nuk do ndodhë shkurtimi i kundërligjshëm e kundërkushtetues i mandatit të anëtarëve të Komisionit për provimin e jurisprudencës, sepse është mënyra direkte e parë se si qeveria ndërhyn në sistemin e drejtësisë duke përcaktuar se kush ka lënë provimin e jurisprudencës dhe kush nuk e ka lënë provimin e jurisprudencës. Këto janë ndërhyrje politike që kjo qeveri i ka bërë në sistemin e drejtësisë, që e ka humbur besueshmërinë e qytetarëve, ndërkohë që nuk ka arritur të
realizoj asë një arrestim për korupcion të azam në këto vite të nivellit lartë, qoftë ish ministrave të kaluar, qoftë ministrave aktual, madje ministrat aktual i ka mbrojtur me të gjitha mjetet. Ajo që ka ndodhur tjetër në këtë proces është fakti se byroja për hetimin dhe konfiskimin e pasurisë është shndruar në një mjet propagandës politike në vend që të kemi një institucion efikas për luftimin e korrupsionit. LDK-ja ka qenë e para parti politike që e ka propozuar byron për hetimin e korrupsionit dhe e ka mbështetur edhe në këtë qeveri dhe do ta ketë një institucion të pavarur për këtë. Faleminderit. Labinot Bislimi, koha juaj. Po, faleminderit Jeta. Atëherë, spori, unë mendoj që me çështjen e drejtësisë nuk do të rrim në deklarata politike dhe sa që vimi në fushat me mendu që mujna me ndryshu komplet një sistem drejtësie, sikur që e tha, po bojna një prokurori speciale, po bojna një gjykatë familjare etj. Dhe kjo është e tmerrshme se si edhe përgjatë fushatës gjithë sistemi i drejtësisë përdoret për efekte deklarative në vendin tonë. Përgjatë qeverisjes së vetëvendosjes ne kemi pa duke u sulmu sistemi drejtësisë gjatë gjithë kohës dhe kjo ka kriju mosbesim të qytetarët. Gjëja e parë që politika do të bëj është t'ja kthej besimin qytetarëve në sistemin e drejtësisë. A ka nevojë sistemi i drejtësisë të reformohet? Padyshim se po. Dhe tani te çështja se si duhet reformohet, unë nuk jam absolutisht dakord me këto efekte deklarative si biroja e konfiskimeve, sepse e dim që ajo nuk ka asgjë, është një gock e papërpunuar, si themi, pas një efekt në realitetin e Kosovës. A ka nevojë që të shtohen gjykata, të shtohen struktura e tjerë? Jo. Sepse unë isha edhe kundër gjykatës komerciale që quhet, se Kosova është vend shumë i vogël. Jemi me 1.3 milion banor, nuk do të importojmë ide nga jashtë dhe të mendojmë se ne mund të shtojmë organizma, gjykata, prokurori. 1.3 milion banor jemi, 1.5. Mos ta egzagjerojmë. 1.5. Në rregull, mund të debatojmë mbi shifrat, po rezident jemi aty 1.5. 1.5 Lioni ka 2 milion banor. Thuti, do më thonë se ne jemi duke folë për Amerikën dhe importojnë ide nga Amerika, nga Franca, nga kuta diu nga bota dhe t'i shtojmë ne këtu një për një institucion njëra pas tjetrës. Jo. Kosova ka nevojë për dhomat specializuara, në kuptimin që për një dhomë për gjykatë që quhet kjo gjykata familjare, bën dhomë në vete, dhoma komerciale e tjerë. Objektet në rregull mund të jenë më të mëdha, më të vogla e tjerë, po s'kemi nevojë faktikisht që të krijojmë gjykata njërin për tjetrën. Faleminderit Labinot, koha ju i kaloj, e ke kërku replikën vegan. Shpejt, sa i takon ngarkesës së sistemit, ne jemi të vetëdijshëm që ka shumë lanë të pazhidhura në sistemin tonë, ne kemi parashikuar edhe brenda qeverisë Kurti 20 e kemi përfunduar draft ligjin për realizimin e drejtës për gjykim të kohë të arsyeshme, ligji është gati, ndërkohë që brenda legislaturës 10 për shkak të pamjaftueshmërisë kohës nuk kemi arritur sepse është plani i punës cilin e kemi miratuar edhe në Komision për Legjislacion dhe kjo ka qenë e parashikuar që të kaloj ligji deri në fund këtij viti dhe për herë të parë Republika e Kosovës do ta ndjek një trend perëndimor për këtë çështje ku qytetarët më nuk do të kenë mundësi. Ndërkohë që së dyti ka shumë koha jote kaloj vegan, veç pak mundesh me marr fjalën 30 sekonda e kemi. Që ky ligj do ta ndryshojë rrënjësisht faqen e sistemit tonë. Koha jote Xhafer. Përbes është e çuditshme me dëgju ide se kena me bë ligj për gjykim kohë të rasteve në gjykatë, kur gjykata evropiane e të drejtave të njerëzit ka numër tepër të madh të rasteve të gjykuara dhe praktika e kësaj gjykate është detyruese në bazë kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës vazhdimisht nxjerr gjykime ku konstaton shkelje të lirive dhe drejtave të njerëzit në kuptim të gjykimit në kohë të arsyeshme, siç e ka paraqo Neni 6 i Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Që u shkelën gjykatat tona. Po prandaj me bë ligj të veçantë për këtë punë i bën që kur keni problem, mos me zgjidh problemin, po me krijuni një ligj Pastaj Labinoti. Ndoshta me thonë veç pak për parimi Labinoti. Unë veç një çare me dhënë, jeta se po përmendet shumë e ka përmendur edhe kryeministri Kurti, përmendet zot Çorolli. Byroja që ka me themelu VV-ja nuk e konfiskon pasurinë e kërkuj. Me ligj. Me ligj, byroja nuk konfiskon pasurinë e kërkuj. Byroja e çon në raste në gjykatë, gjykatat vendosin. Jo. E para nuk konfiskon. Unë i kam thonë edhe në kuvent, titulli i ligjit o gabim, byroja për konfiskim, s'është për konfiskim, s'konfiskon. Nëse mundet me konfirmu zoti Çorolli, do të ma thotë, po nuk është ashtu, nuk konfiskon. Ne kemi kaluar në komision të ligjeve, ministri i drejtësisë neve na ka thonë nuk konfiskon byroja. Prandaj mos ti shesim publikut diçka që s'është. Nuk konfiskon. Vegan?
Atëherë, byroja për konfiskimin na tashme është një debat, ne jemi në adrenalinë elektorale, për sigurisht që byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme ose zyrtarët e byros, drejtoria e byros, mekanizmi i byros do të bëjë hetimin preliminar dhe sigurisht që vendimi përfundimtar për konfiskimin e SOSE-jo, kuptimin e mbrojtjes drejtave lirive, sa i takon të drejtës për pronë, sepse po flasim për drejt për pronë, që është një kategori kushtetuese do t'i takojë gjykatës. Domethënë nuk konfiskon byroja. Sakt. Byroja nuk konfiskon. Jo, unë e sqarova fillimisht. Nuk konfiskon. Thash që vendimin përfundimtar. Konfiskon gjykata, po. Vendimin përfundimtar E merr gjykata. Faleminderit, koha Labinotit. Mos bën vesh. Labinot? Konfiskon byroja, s'po ton kur gjë. Unë që 3 muaj debatoj me ty, byroja Nuk konfiskon. gjykata e ka epilogun përfundimtar për sa i takon drejtës Koha e Byroja nuk Labinotit. konfiskon. Nuk konfiskon. Urna, Labinot. Dëgjoni, çështja te byroja çështja te byroja e konfiskimeve dhe te vettingut e dim prej fillimit kur e ka thënë ministri asoj ku Albulina Agjiu, e cila ngatron të drejtën me drejtësien, spori, edhe në fjalë, nismi prej atymit, edhe gjatë gjithë ligjit kur e ka thënë në Komisionin e Venedikut, do thotë Komisioni i Venedikut kur ja kthen herën e parë që e refuzon, bëjmë mend nuk e kupton realisht se çka u të dishtë. Më në mend. Dhe në fund arrin thot, ok, mundi me bon vetëm përmes një procedure civile. Kushdo që shkon e lexon, do thotë se çka është bë kjo byro e konfiskimit, vetëm e konfiskimeve nuk është, dhe vetëm një organizëm i drejtësisë apo i prokurorisë nuk është. Pra ka qenë përmes efekteve elektorale, ku është e kanë thonë gjë tillë edhe janë mundu deri sot me mbajt, sepse kur kanë rënë para 6 vite, janë të mundur me rënë edhe sot. Qafer. Byroja kombëtare për hetimin e korrupsionit ka qenë ide politike dhe juridike lidhjes demokratike të Kosovës vite më parë. E kemi përkrahur edhe kur kemi qenë në opozitë dhe do të vazhdojmë ta përkrahim sepse Lidhja Demokratike e Kosovës beson në luftimin e krimit dhe korrupsionit dhe sidomos të korrupsionit politik. Por shumë mirë që përfundimisht lëvizja e vetëvendosjes po e konfirmon që ligjin që e kanë çuar dhe e kanë aprovu nuk e ka atë synim sepse vendimin e merr gjykata dhe kjo është fakt sepse është e shkruar e zeza në të bardhën në ligj. Por ajo që ndodh me këtë byro është natyrisht që po përdoret për qëllime elektorale, sepse ajo që duhet me ndodhë mas pari është kontrollimi i pasurisë së ministrave aktual dhe deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, e që natyrisht nuk kanë asnjë qëllim politik për ta bërë këtë gjë. Me qenë se pjesa parë këtij emisioni po ndalet këtu, atëherë marrëzi i partive, kolegëve të partive opozitare është pikërisht te byroja. Dhe kjo tregon shumë për të vërtetën. E vërteta në këtë rast është vetëm një dhe e pandashme që për mos sinqeritetin e juve. Labinot, lele ta përfundon, ke mundësi me marrë fjalën tonë. Atëherë jeta byroja, shiko se dizajni ligjor i byros, nuk kupton që byroja, thash drejtoria e byros, krejt mekanizma shtetëror, cilët do të bëjnë identifikimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe brenda kësaj strukture, gjithë mekanizma të themeluar me ligj, gjithmonë mbrojtja elementare e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Nuk kupton pas standardit Strasburgut që diçka që do të bëhet duhet të jetë themeluar me ligj. Meqense kjo byro do të jetë themeluar me ligj, atëherë kjo do të ka tagrat gjithmonë të hetimit, por vendimin përfundimtar, thash, do ta merr një gjykatë kompetente, po kështu e themeluar me ligj sepse nuk ka nëse do ta bënim na që byroja do të merrej me pasurisë që do ta është më fuqishëm me ta. Faleminderit Dogan. Po shfrytëzoj kohën time, po ja bëj veç. Ja veç Olli unë që i thoni bukur konfiskon apo do ja bëj një pyetje. Unë s'po shfrytëzoj kohën, po ja keni një hall se merrni non stop me Labinot, veç pak. Kjo po ta bëj një pyetje, zoti Çorulli. Qysh, cilat janë ato mekanizmat, qysh për shembull, merr një rast hipotetik, qysh kime verifiku pasurinë dhe konfiskimin. Se leto mi thonë ato fjalët, mi thonë mekanizma drejtoria, tregona konkretisht qysh kime jetu dikan për mja konfisku pasurinë në fund. Unë nuk kam mjet më të fortë sa gjua, nëse kolegu nuk e kupton gjuhën, atë është. Jo, s'e kuptoj sinqerisht se qytetari do të më kuptu gjuhën për qysh kime bë. Jo, me qytetarin ato mirë, se nuk u marr më mirë me ty këtu. Ja, dëgjoj, lutem, jo, çka bën? Nuk jam të mirë me ty, jam të mirë me qytetarin. Po të pës, atëherë shpjegoj. Po e jeta e kolegut. Kërkush nuk më përgjigj në pyetjen që parashtrova, kur keni me zgjedh kryeprokurorin. Po du. Me një minutë e bona pyetje fillim që nuk kemi kryeprokuror edhe nuk kemi mrime për mbush procesin e vettingut. Do me thonë, po më vyn numër, një minutë po ju jap se koha po kalon replika, për shkak të
shifrave dhe kohës që po e lypi, po kërkoj. Kur ka mos zgjedh krye prokurori, edhe hulumtimet e deri tanishme kallëzojnë që buxheti për sistemin e drejtësisë nuk është i mjaftueshëm, prandaj po e theksojmë. KPK-ja dhe KGK-ja gjithmonë po kërkojnë ma shumë buxhet, por ku vendi nuk po e ndon. Ata po thonë, kjo është arsyeja pse ne, për shembull, i kemi në krimet luftës 1500 lëndë e vetëm 5 prokuror special. Për të sqaruar edhe ma thellë, KGK-ja i ka kërku 53 milion, ndërsa kuvendi ja ka aprovu 38 milion. Pra, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, 20 milion gati ma pak. KPK-ja i ka kërku 27 milion për i kuvendit, jo në aprovu vetëm në 19 milion, gati 10 milion ma pak. Nëse s'po ja japim buxhetin që po i kërkojnë, qysh po presim na me ull trajtimi lëndëve, po du shifra prej partive, qysh e zgjedhin kryeprokurorin, kur e zgjedhin, një datë caktuar se 4 vjet me UD, edhe çfarë buxheti. Shumë thjesht, Vigan, prap me ty. Atër sfari... Në pak rene se pushteti pjani zgjidhim pore, të ka ma shumë kohë. Lutëm, tash nëse donë me zëvendësua moderator. Apo ja jep fjalën me nisi pore? Na jemi të me kërëmi barazije me volë që ma shumë. Menoj që fjala dhënë është pesha ma vendimtare në njeriu që të paktën prezantohet. Okej, 1 minutë iki. 1 minutë. Atëherë, shiko, në konkursi për kryeprokurorin e shtetit është në rrjedhë sipër dhe nuk e zgjedh qeveria kryeprokurorin e shtetit. Kryeprokurorin e shtetit do ta standardizoj Këshilli Prokurorial i Kosovës brenda mekanizma të vet. Presidenti e zgjedh, na president. Dekreton, sigurisht. Ne kemi një ushtrues detyre fuqi plot, e cila zonja Albulena Axhi është president fuqi plot me autorizime kushtetuese, sepse na për herë tretë kemi ushtrues detyre dhe kemi identitet të etablum kushtetues këtë aspekt, dhe Këshilli Prokurorial do t'i mbuloj procedurat e veta, më pas do t'ja prezentoj kandidatin ose kandidatën cila do t'ja... Buxheti? Procese, atëherë, ky është një problem kronik për 27 vjet që këshillat respektiv kërkojnë më shumë buxhet se sa që kanë mekanizma për t'i administru. Nuk është e shumë, mos ndalemi ne tek... Së është për 27 vjet se këshillat janë themelu mas pavarësisë? Jo. Ka pas këshilla paraprakisht, gjithmonë me buxhet, edhe me kohën e Unmikut, edhe me kohën e Unmikut, edhe me buxhetin edhe e konsolidum që është qujt atër të Kosovës, jeta se kena një përvojt gjatë në sistem, kështu që e di unë që këshillat Nëse ki përvojt gjatë, që s'pja e buxhetin që përkojnë? Jo, kjo është një problem kronik që ata ma shumë merren me formën sa me përmbajtjen. Brenda strukturave administruese të dy këshillat nuk arrin me bë qëllimin e justifikueshëm. Leti nuk arrin, sa e jep politikat? Politika ja ndon saksisht nevojat, sepse nëse ka plan të theme për vitin 2026, mi rekrutu 30-50 prokuror, aje ka buxhetin në aloku. Se ka, faleminderit, ka kalu koha. Tabelat buxhetore ftoje këtu, nuk ballafaqohemi pas zgjedhjeve edhe me... Faleminderit, nuk ka buxhet qartë, për parim, arsyeja pse ja dash vendosis mas pari është po du me ditë pushteti tanishëm, qysh e planifikon buxhetin. Për parim, në minuti jotë. Për buxhetin e para. Standardi për buxhetin evropian o ky, që Këshilli Prokurorial, Këshilli Gjyqësor e hartojnë buxhetin ku vendi vetëm e miraton. Unë kam qenë kryetari i Komisionit Ligjev, zoti Qorolli ka qenë antar. Unë jam i vetmi në atë komision që kom thonë është e ngjizuar, kur i kom thonë hajde të miratojmë kërkesat buxhetore të KGK-s dhe të KPK-s. Unë e kam thonë, lidhet komisionin të ngjizuar me kamerë, kom thonë do të më dhao buxhetin. Këta s'kan dashur. Dhe tash zoti Qorolli po thotë s'u kena dhënë se s'po më na administrojnë, s'është e vërtetë. Di pse? Këshilli Gjyqësor jeta i ka 3 milion euro borxh aktualisht. Si s'po më kam administruar, jep një letilon borxhet një. 3 milion euro borxhin. Pallati i drejtësisë nuk ajroi se do të s'ka buxhet për me kriju drejtore të reja çka duhet klimatizimin apo çfarë duhet. Do 3 milion euro i ka borxh Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Unë e kam thonë komision, si kryetari i Komisionit Ligje, duhet më avon buxhetin që kërkon. Na çka do të bëjmë kur gjë tjetër përveç më avon buxhetin që kërkon. Pik. E dyta, për kryeprokuror. Kryeprokurorin e propozon Këshilli Gjyqësor e dekreton presidenti. E para, e dyta, këtu çka po ndodhesh për herë të parë, që s'ka ndodhur kurrë, që konkursi aktual për shef të prokurorisë, për kryeprokuror po hapet me letër të presidentes Axhiu. Presidentja, UD presidentja i ka thënë letër Këshillit Prokurorial, i ka thonë hapne konkursin për kryeprokuror, edhe ata e kanë hapur. Tani unë nuk i besoj këtij procesi. Nga që ky proces kryeprokuror normal nuk del. Okej. Pik. Faleminderit, Xhafer.
Jeta, është interesant, unë para se marrë këtu hulumtova buxhetin e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial ndër vitin, nga viti 2022 ose në vitin 2021, kur vetë vendosja ka ardhur në mbështet dhe deri në vitin 2025, kur e ka aprovu buxhetin e fundit dhe 2026. A dini çka rezulton? Vetëm 0.48% e buxhetit total të Kosovës shkon për prokurorin, Këshillin Prokurorial, e vetëm 0.6% e buxhetit shtetit shkon për drejtësi. Qysh mundu më ofru qytetarëve që vuajnë për drejtësinë këtë vend, drejtësi kur nuk e buxhetojmë institucionet. E nëse ju vini pushtet? Natyrisht që nëse vim pushtet, do të aprovojmë të gjitha kërkesat buxhetore që vijnë nga Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës pa ndërhyrë, duke ja u lënë atyre përgjegjësinë e administrimit. Shifeni mentalitetin, politika po thot në këtë studio dhe në kuvend, ju s'po dini me administru buxhetin, Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial. Po ja besojmë aty në drejtësinë për çdo qytetar, por po i thojnë as po dini me administru buxhetin, s'po ja japim buxhetin. Cila është logjika e kësaj politike? Prandaj duhet që Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial t'i lëmë të punojnë me buxhetin që ata e propozojnë dhe e parashikojnë për nevojat e tyre. Unë jam çdo ditë në pallat drejtësisë dhe në gjykata të tjera. A dini sa ndërtesa të reja gjykatave dhe prokurisë janë ndërtuar në këto 5 vite jeta? Zero. A dini sa klima janë vendosur pallat drejtësisë në këto 5 vite ku gjyqtarët nga muaji qershor, korrek, e gosht madje marrin edhe pushim, nuk munden me punu për shkak të ftoftit, e pastaj dimrit, nxetit, e pastaj dimrit nuk munden me punu për shkak të ftoftit. Domethënë, kjo qeveri në këto 5 vite ka shku duke e zvogluar buxhetin për Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial. Sa i përket kryeprokurorit, po e përfundimisht. Koha, ta e fjalën më vonë. Xhafer, më fal, Labinot, më fal. Atëherë, spari, këto vetëvendosja e kanë përçu një mesazh të popullit që të mendu që Ministri e Drejtësisë është shefja KPK-s edhe KXH-s. Dhe kjo është problemi themelor dhe ka mendu gjatë gjithë kohës që ajo mundet me udhëheq kryeprokurorinë dhe Këshillin Prokurorial dhe Këshillin Gjyqësor. Dhe këta ja ka bën vrejtje qysh në fillim Komisioni Venedikut. I keni të shkruar me këtë punë, mundi me shku dhe me lexu. Dhe bëjmë veç pak. Po kudo që ke qenë se sa është po shihet që po ndukes kështu. Ja mos u ndërprej. Ata po ngatroj gjonën Vetëm pak. Jo, more, o zotni, se mujna me bisedu shumë gjatë në këtë punë, edhe ndoshta ishe mangësitë e tua më sa nuk jemi aty. Le të flasim, lem ta kryej fjalën. Atëherë, edhe e dyta. Këshillin Prokurorial, kryeprokurorin e shtetit nuk e zgjedh politika as dekreti i presidentës. As i UD-s, as i presidentës, sepse dekreti është vetëm formalitet. Ajo normalisht nuk ka drejt nëse më nënshkru, me fol drejt. Në drejtën kushtetuese, nëse lexojmë mirë në frymën kushtetuese, e ka të obligueshme. Prandaj është i pavarur Këshilli Prokurorial edhe Këshilli Gjyqësor. Sa i përket buxhetit? Sa i përket buxhetit, ne kemi qenë të vetme që kemi shtu 30% buxhet, do thotë gjyqësorit. Dhe këta e dinë se në qeverisën e Haradinaj ka ndodhur kjo gjë. Edhe sot, ne do ta miratojmë cili do buxhet, siç e thanë edhe kolegët e mi, po jemi të gatshëm që sot mu zotu për 20 deri në 30% buxhet shtesë. Faleminderit, Vigan. Replik. Shumë gjana u thanë, por këtu të paktën duhet me rujt njerin e etik, të paktën të konfliktit e Miro me rujt, mirë. Po, me të vërtet miro. Unë më, përfundoj. Për me e këtu... Po të mbështes. Kritiku që s'po dëni buxhet me ofru. Adresoj që të kritiku. S'po dën shifra me ofru, po thu që s'mujnë me administru. Kritikën e parë është mos më përzit në gjyqësor. Kritikën e parë me rujt. Askush nuk përzit në gjyqësor. Kush? Lutëm 30 sekondat Viganit, Labinot ta ndëgjojmë. Vigan, adresoj ide që s'po dën me dediku buxhet ma shumë. Jeni të mundu me zgjedh kryeprokurorin do thotë përmes UD-s. Labinot, ta ndëgjojmë replikën, lutëm, mos ndërprej në replikë. 30 sekondat. Atëherë, për sharem nuk ka nevojë e para punës me u keqcitu, se unë thash administrimi i buxhetit bëhet nga këshillat respektiv, por nevojat e buxhetit, të cilat këshillat i kanë, nuk munden me sjell deri te një keq administrim, i cili më pas nuk i justifikon nevojat e tyre legjitime. Ata çdo herë kanë buxhetin e alekum për nevojat reale. Dhe viti buxhetor, viti kalendarek që asocion me vitin buxhetor, qoftë vitet paraprake brenda qeverisë Kurti, që vitet e ardhshme janë të alokume për krejt nevojat. Ata kërkojnë çdo herë mjet të shtesë për arsye të nevojave të cilat lidhen me facilitetet e ndryshme, ka nevojë me ndërtu një objekt të ri, ka ndërtu, por për paga, koha. Edhe për nevojën e bashkëpunëtorëve profesional, ata i kanë gjitha buxhetet e nevojshme. Është në rregull me korrektu deklaratat secili, dhe nuk është problem ajo punë, por e mira është që
deklarata ishte që nuk po arrin me administru mjetet buxhetore dhe qendra e kësaj që nuk administrojnë mirë, sepse ata kanë nevojë me objekt 3 dhe nuk ka asnjë gjyqtar. Kur gjyqtari kërkon kushte të mira dhe bashkëpuntues, se nuk është vetëm gjyqtari. Është edhe po dhe po ky e nisi të marrë me mua, po merru me. Ne jemi në gjendje me besu drejtsinë e qytetarëve, çdo problem që e kanë, nga problemet familjare të alimentacionit e derit e problemet pronësore madje dhe vrasit, ja besojmë drejtësisë, por nuk jemi në gjendje me besu qëti sistemit prokurial kur thonë po na duhet pak më shumë buxhet. Faktet tregojnë që kur nuk është mbështet me buxhet sistemi, nuk janë përmirësu kushtet as të gjyqtarëve, as të prokurorëve, as të bashkëpunëtorëve profesional, as të krejt sistemit atë administratës që është në sistemi prokurial. Pyeta, sa është numri ndërtesave të reja të ndërtuara për sistemin prokurial dhe gjyqësor në krejt Kosovën? Përgjigjja është 0. Pastaj, nuk është vetëm sistemi prokurial dhe gjyqësor, janë edhe policia që duhet të mbështeten. Sot, të gjithë policët, duke përfshirë ata që luftojnë krimin edhe korrupsionin, duhet më shkuën gjykatë me marrë shtesat për punën shtesë jashtërarit, se lemo diçka tjetër. Faleminderit. Vigan, a mundesh me adresu jo vetëm ndërtesat? Mungesën e prokurorëve gjyqtarëve. Ata kryesisht po thonë për shkak mungesës së prokurorëve gjyqtarë, land nuk muj mi kry. 1500 land krimet luftës, 5 prokurorë special e ju jeni përkushtu me luftu me izbart krimet e luftës. Qysh menon që pa ushtu numri prokurorëve, na i herë mundet me ushqit të ndrit krimet e luftës? Shiko, unë për 3 vite në qeverin Kurti 2 kam shërbyer si zëvendës ministri i drejtësisë dhe ne kemi bu një reformë bashkarisht me ta gjithmonë që lidhet me ta ashtu quajturin plan B të vettingut për ligjin, për statusin, për integritetin dhe performancën e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dhe çdo herë në bashkëpunim me 2 krerët e këshillave, për anëtarët të 2 këshillave, ne kemi marrë pafund workshope për këto çështje dhe unë i di realisht nevojat e këshillit prokurial dhe gjyqësor, por në asnjë rrethon, me siguri të plot, mund të demantoj sot sonte mas këtij emisioni çdo këshill, që ata nëse kanë nevoja për me rrit numrin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, nuk ja kanë mbështet qeveria. Nëse ata thonë që brenda vitit 26 ose 27 kanë nevojë për 50, jo, s'është vërtet. Ata kanë probleme në çështjet e brendshme të organogramit që lidhet me bashkëpunëtor profesional, për rritjen e numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Gruda. Ne kemi qenë komision bashkë me zotin Qorolli, neve na ka orë kërkesa për me rritë buxhetin, zotin Qorolli me kolegët e tij ka votu kundër. Për rritjet buxhetit KCK-s KPK-s. Në rrit Komisioni për Buxhet dhe Financa, ne kemi administru... Ne kalojmë ligjin për pjesë e buxhetit këtyre organeve, kalojmë komision. Ti ke votu kundër. Me dokument është ajo se e metet në arkiv. Ti dhe kolegët duke një votu kundër. Ose s'kena votu na për me rrit buxhetin. Ju keni votu kundër kërkesët KCK-s. Ju e dini që kryeministri Kurti edhe ministri Murati kanë thënë seans, ju e keni votu buxhetin fillim. Ai kur ka orë puna pas blokadës, po le komisionin ti. Na kemi thonë që ky është buxhet emergjent. Më pas në rishikim do t'i trajtojmë këtë nevojë. U shpërnda kuvendi dhe kjo ka. Po në fazën e parë, kur e kemi refuzuar ato që ti po mundohesh tash me shfrytzu politikisht, nuk është kundërshtim ndaj nevojave të këshillave. Është nevojë për kalim të buxhetit emergjent sepse ne rrezikonim që shkallon 16. Nuk manipulim me opor. Nuk manipulim me opor, se do të ke votu kundër në komision bashkë me kolegë turk. Kundërshtu kena debatu. Po, ta mujnë atë që na Po, më falni, Labinuti ka fjallën. Labinuti ka fjallën. Politike ka problema. Ajna konë pakic, ti e ko shumic ke votu kundër, unë votu pro. Koha, Labinuti. 30 sekonda të mos i ndërhyjm. Urna. Unë du me shpjegu dallimin thelpsor, sepse do të me pas piknisje në qasje, mes pushtetit aktual dhe ati faktikisht të aliancës të dy fjallë. Zoti Qorolli tha, unë e di, tha, se cilat janë nevojët e çish funksionon të sistemi i gjyqësorit. Nuk tha, unë e kuptoj nevojat e të nëvë. Se kjo dallim i madh. Politika nuk është çështje me ditë për ta, po është çështje me kuptu, sepse je i ndarë politikisht kuptimin në 3 pushtete. Dhe pushteti gjyqësorit o me kuptu, jo me ditë. Dhe kjo dallimi se e di, do më thonë që e di për ta. Kjo dallim thelpsor dhe çish ka funksionu deri tani qeverisja. Ne do ta kuptojmë dhe ata i bojnë kërkesat, ne i shqyrtojmë kërkesat dhe i miratojmë kërkesat. Vigan? Shiko, se po më kujtohet shkrimtari ynë i famshëm Kadare, i cili thashtë e gjua shqipe është e pamjaftueshme ndonjëherë me shpjegu do situata. Kështu që kolegu pikërisht në këtë rast dallimi midis të diturit të kuptuarit i
llogaritë si antonime, ndërkohë që ne po flasim për një çështje me qenë se unë kam punu, thash, vimësisht në qeverinë e Republikës Kosovës, dhe në këtë rast po them që unë i di nevojat, edhe i mirë kuptoj, edhe i di, thash, nuk ka asnjë rrethon që këshilla gjyqësor vujnë për mungesë të gjyqtarëve të prokurorëve, sepse ata rregullisht nuk jam i sigurt, po mund 3-4 rekrutime në vetë i bojnë ata për gjyqtarët. Koha, Xhafer? Unë mendoj që te drejtësia për te vonesave që i kemi jeta është një çështje tjetër që duhet ta diskutojmë te sistemi jonë i drejtësisë, që është kualiteti i drejtësisë dhe kualiteti i drejtësisë që po japim, sepse sistemi i drejtësisë nuk është vetëm dënime që merren gjykata edhe ekzekutimin buxhet. Duhet shohim sa njerëz dhe cila është struktura e moshës e të dënuarve sot në Kosovë. Sot në Kosovë, numri më i madh Kosova ka numrin më të madh si përqindje të minorëve të dënuar në Republikën e Kosovës. Po flas në krahasim me numrin e banorëve. Dhe kjo është një sistem, dhe kjo është si pasojë e një tërësie të sistemit, i cili nuk po i mbron të rinjet nga delikuenca dhe pastaj po përfundojnë në sistem drejtësisë ku po dënohen. Në replikë të puna e gjuhës, zotë Qorrolli, ne gjuha shqipe ka sa dush fjalë, po problemi nuk është gjuha letrare, këto po jemi duke folë për gjuhën politike dhe për gjuhën juridike. Dhe kjo është një dallim thelbësor ndoshta mes meje dhe teje, sepse po e përdor një gjuhë letrare për me shpjegu diçka që është juridike dhe politike. Sa i përket sistemit të drejtësisë, e thash pak më herët dhe po e përsëris, sistemi i drejtësisë ka nevojë për reforma evolutive, njëna prej tyre edhe digitalizimin. Bëni me mend jeta që në Kosovë, në një seancë, e tha dhe zoti Gruda, sa kohë merr, se unë kam marrë pjesë në për shumë seanca në gjyqje në Francë, se atje edhe jam rritë dhe më shkollu, dhe shumë pjesë, pse ka vonesa e kam fjallën, është se 1 orë marrin vetëm për me dhoni deklarat. Kurse një pjesë e madhe gjykimeve që bëhen në Francë është brenda një zyre të vogël. Dhe që ndrejtë këtë situatë? Shumë lehtë, ka shumë lanë të cilat nuk kanë nevojë për më trajtu atë gjatë. As për me thirrë seancat gjata, në Francë thirrën me një zyre, gjyqtarja mrena 15 minuta, 10 minuta. Faleminderit, koha. Domethënë japin shumë rëndësi procedurës. Faleminderit, po du me dalë te tema e radhës. Kosova ende nuk ka mri me kriju një sistem që gjyqtarë dhe prokurore që bien ndesh me etikën, me u largu këtë pej punës. Sistemin aktual, gjyqtarët dhe prokurorët që po i shkelin rregullat, po përfundojnë vetëm me dënimin pagë. Qysh ka me undërtu një sistemi disiplinimit në 4 vitet e ardhshme, po e nisim prej kësaj radhe PDK-s. Urna përparim. Faleminderit, unë veç ta me pyetën Qorrolli, a kanë projekt 10 sekonda këtë mandat vetingun a ju? Se një zgjot. Mirë, së dash kujtu urne se kam pas shumë premtim ma, po dërë me lanë që shto dhe smerën më me ta. Ju siguroj që se bojnë kur, që shtu jemi premtim publik ta se bojnë kur vetingun, po se dashtën me hek edhe për gjuhës, tash sa i përket pjesës gjyqtarëve. Ne kemi një nga pikat rishikimin e sistemit vlerësimit performancës gjyqtarëve dhe mekanizmave disiplinor. Komisioni i Venecas ka thonë në raportin e parë për vetingun, nëse nuk arrini me bo veting përmes ndryshimeve kushtetuese, do të mi forcu mekanizmat ekzistues vlerësimit performancës gjyqtarëve dhe prokurorëve. Sot çka ndodhi, jeta është për shembull një gjyqtar ka një rast për kontratën kolektive për shembull. E zgjidh rastin tem, është identik me tonin, veç e hek emrin tem, e qetë emrin tën edhe i bën 2 akt gjykime, edhe ato i llogariten si norme punës mujore. Kjo nuk do të më ndodhë. E para, e dyta, masa disiplinore duhet më forcu ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Na shohim plot gabime në akt gjykime, plot gabime, dhe kjo nuk kupton ndërhyrjen në drejtësi. Vetëm pak. Është detyra e politikës me bëni listë. Lele ta përfundon Vegan. Për mekanizme jam të vol. 2 minuta të Për mekanizme jam të vol. Unë jam të thonë. Vegan çutëm. Mos e ndërhy. Ose pak të s'ka funksionu e ki raport Venecias. Lexojnë raport Venecias e ki. Raport Venecias që keni kërku ju raport në Veneciasione. Tani, ne kemi sistemin e vlerësimit performancës, po që është i pamjaftueshëm, dhe është jo efikas. Duhet mekanizma disiplinor po ashtu. Nëse një gjyqtari i kthehet një çështje në rigjykim, një herë, 2 herë, dhe i ndodh që për 10 akt gjykime rresht, kthehen rastet e tij në rigjykim, ajo më nuk është çështje më vetëm etike, është çështje disiplinore. Gjyqtari është të abuzu me detyren. Po dhe prokurorët, na kemi akt akuza që ngriten pa asnjë bazë. Plot raste ka. Plot raste. Ka akt akuza që nuk mbrohen as në minimum në seancë gjyqësore. Këto s'mund na me leju, se është përsekutim asani. Por që tot me folna, kjo së ndërhyrje politike, jam të folë ndërhyrje në legislacion. Unë jam nesër deputet, unë bëj ligje,
Si kuvendar, takon me bërë ligjet e duhuna që e bojnë gjyqësorin të mirë. Jo me folë që shme baj. Unë ja bëj ligjet, a i ko me vepru brenda ligjit. Kjo është brenda mandatit të një organi legislativ. Qafer, më falë, Vigan, fleti fundit, kësaj rode, urna. Vetingu është një proces i domosdoshëm për të siguruar integritetin në sistemin e drejtësisë, edhe të gjyqtarëve, edhe të prokurorëve, por edhe vetingu në polici, sepse një hallkë e rëndësishme, tepër e rëndësishme në procesin e gjyqësisë është edhe policia, të cilët kryejnë veprime hetimore me autorizim të prokurorit. Prandaj duhet një veting i tërë sistemit, jo vetëm të fokusohemi te gjyqtarët e prokurorit, edhe tek policia. E para, kjo qeveri në 6 vite ka dështuar të ketë një sistem të vetingut që do të rriste integritetin profesional dhe besueshmërinë e qytetarëve në sistemin e drejtësisë. E ju do ta bani. Natyrisht që me një proces i cili do të bazohet në kritere ndërkombëtare të përcaktuara nga Komisioni i Venecias, Lidhja Demokratike e Kosovës do ta bëj vetingun në drejtësi duke siguruar që gjyqtarët, prokurorët, por edhe policët, të cilët të gjithë janë në hallkën e sistemit të drejtësisë, të janë persona me integritet të lartë, profesional, njerëz të dëshmuar të cilët nuk e përdorin drejtësinë, qoftë për hakmarrje ndaj dikujt tjetër, qoftë për si mjet kundër grupeve të caktuara, edhe të interesit, edhe të biznesit, edhe politike, por që sistemi i drejtësisë të jetë efikas dhe të jep vendime në kohë për qytetarët e Republikës Kosovës. Po e theksoj edhe një herë, vendime në kohë. Sot për çka do që vuajnë më shumë të qytetarët e Kosovës është që nuk e marrin një vendim në kohë të arsyeshme. Dhe kjo është problemi më i madh që pastaj e rrit mosbesimin e qytetarëve në sistem drejtësisë. Kur një qytetar ballafaqohet me gjykatën, me prokurorin, ai nuk ka asnjë siguri për sa kohë do të përfundojë lënda e tij dhe nuk ka asnjë siguri se si do të si do trajtohet çështja e tij nga këto organe. Shpesh ndodh që prokuroria thjesht e dërgon aktakuzën pa shumë fakte në gjykatë dhe gjykata pastaj asnjë përgjegjësi nuk e ka prokurori që dërgon një akt akuzë thotë e vlerëson atje gjykata. E pastaj gjykata e shkallës parë hajtë se e kthyesh gjykata e shkallës dytë dhe kësaj qytetari ballafaqohet 5 vite dhe në fund del i pafajshëm. E cila është poenta që një qytetar 5 vite të jetë në sistem të drejtësisë pa një siguri juridike dhe në fund të shkollet i pafajshëm. Po, ne kemi qenë iniciues të vetingut, nëse u kujtohet, sepse Selim Selimi ka qenë ministri i drejtësisë në atë kohë, po vetingu ka marrë një konotacion komplet politik me ardhin e vetëvendosjes në pushtet. Dhe ne jemi kundër vetingut në kuptimin që këta i kanë dhënë për efekte elektorale. Mirë po jemi për një reformë të thellë në drejtësi dhe ajo është e domosdoshme sot dhe nesër për qytetarët e tonë. Ajo reformë pastaj implikon shumë gjona, të cilat nuk mujmë këto me shpalos, sepse do të ishte shumë komplekse edhe për qytetarët, po edhe për kohën që na dedikojnë. Sa i përket, po e marr një shembull të vetëm që e kam përcjell si rast. Gjyqtari e thret 8 seanca një biznesmen. 8 seanca rand, do mund që zgjat gati 5-6 vjet, dhe pas atyre 8 seancave do thot po thret ekspertizë kundër ekspertizë të tjera. Mirë po, qysh në fillim lënda është që thonë në shqip e parashtruar, e parashkruar, më falni, se prej nocioneve franceze. Po, prescription. Pra është e parashkruar. Qysh në fillim, dhe pas 8 seancave, domethënë gjyqtari thotë, jo s'po mujna me vazhdu, edhe në njëjtën gjykatë themelore, në të njëjtën vendim, do thotë edhe trajton çështjen e lëndën, do thotë përmbajtjen, edhe thotë është e parashkruar. E çush e ndresh këtë problem? Po ky tregon që kemi një hall të trajnimit të gjyqtarëve dhe kemi një hall të trajnimit të vazhdueshëm dhe të përcjelljes së tyre do të thotë përmes mekanizmave të tjerë të cilët nuk e lejojnë. Gjykata e apelit në këtë rast për shembull është shumë e saktë, direkt i bie tek parashkrimi edhe shpëton me një farë mënyrë fytyrën e gjykatës. Mirë po tregon dallimin mes gjykatës së apelit në Prishtinë, e cila është shumë e trajnuar dhe duket më një herë, ose gjykata supreme, mirë po gjykata themelore ka një problem shumë transishëm këtë drejtim, do thotë që reforma duhet bëhet në gjitha gjykatat themelore dhe këtë nuk e bëjmë ne në kuptimin, po duhet të gjejmë mekanizmat, buxhetimin e tjerë për ta shtyrë një gjë të tillë. Po, 2 minutat e tu Vigan për disiplinimin e gjyqtarëve. Shpejt veçart, atëherë ligjet e pakos reformës në drejtësi që rrjedhin nga deklarata për bashkët e zotimeve mes krerëve të sistemit dhe përfshirë dhe në atë kohë ish ministrin e drejtësisë zonjës Haxhiu janë të kryera. Kanë marrë dritën jeshile nga Komisioni i Venecias, kanë gjithashtu edhe
dakordimin e këshillave respektive. Dhe kjo nënkupton edhe përgjegjësinë disiplinore dhe statusin dhe performancën e tyre, dhe këto janë mekanizma vetë rregullues të sistemin. Vjen keq që të tre kolegët flasin për cilësi vendimesh të gjykatave. Ne e dim që një parim themelor i drejtësisë është që drejtësia jo vetëm që duhet të bëhet, po duhet të shihet se po bëhet. Në Kosovë fatkeqësisht kjo nuk është që është vrejet shumë, por megjithatë për me fol për cilësinë e vendimeve, ata i kanë mekanizmat korrektues të brendshëm dhe pastaj kanë shkallshmëri brenda sistemit, dhe nëse një gjyqtar, një prokuror bën shkelje sistematike, ai do të penalizohet në kuptim qoftë financiar, qoftë largim nga puna. Dhe ky ligj për herë të parë, i cili thash ka marrë shumë miratime dhe është bën në dakordancë plot me Këshillin, do të jetë. Ky është i ashtu quajtur i plani B i vettingut, sepse vettingun ne do ta realizojmë përfundimisht kur do të mundemi përmes amandamenteve kushtetuese, dhe ju kujtohet që në qeverinë Kurti ne kjo është bërë me komision, të cilën e ka udhëheq Lidhja Demokratike e Kosovës. Por ndërkohë që procesi i amandamentimit të kushtetutës tonë është operacion i vështirë politik dhe në këto rrethana politike është i pamundur për shkak të shumicës së dyfisht që duhet edhe nga ne edhe nga ata. Dhe ndërkohë që gjithashtu kolegu për së dyti herë, lutem e ka minutë. Jo, thash, operacioni i vështirë për shkak shumicës së dyfisht, thash, lutem. Jo, mos më hup minutazh. Ndërkohë që kolegu nga Lidhja Demokratike e Kosovës edhe një herë për së dyti në këtë emision sonte po flet për çështjen e të zgjatjes së afateve. Unë ju thash që ne ligji është i përfunduar, i përmbush kushtet standardeve të Strasburgut dhe të vendeve të tjera të cilat kanë pas probleme të ngjashme për realizimin e drejtës për gjykimin. Koha, faleminderit për parim, pastaj Xhafer. Për cilën pyetje? Diçka doshte mi thonë gjatë kohës që fliste, apo dënë fjallën? Jo, veç doshta shkurt, se e tha edhe ata, domethënë ka fjalën për minoritetet, do shta më plotësu. Ne kemi qenë pro vettingut, kemi ndihmu, jemi deklaru pro vettingut, votojmë vettingun. E kishte fjalën për minoritet, se mu duk që e la me qëllim që mu duk. Ne jemi pro vettingut. Dhe kemi qenë nga dita e parë, asnjë ditë s'kemi kundërshtuar. Pozicioni në sjet që shto është bo, çka kanë menu tjertë, jo çka kanë menu autorët. Xhafer? Qure, nëse mund tash me vazhdu replikën. Po dhe po, s'jam replik, po ti po më ke thonë ata, unë e thash shumë e dy fish, jurist ti e kupton, po tash po bësh pak me sherr këtu, se vjen adrenalinë elektorale, por të lutem veç bënoj sakt. Kur them unë shumica e dy fish, ne jena jurist. Dhe kur tha shumica e dy fisht, kuptohet çka shumica e dy fisht. Edhe ne, edhe ata. Mu tash unë me thonë këtu 8-5, 8-4 të përfaqësues, ata janë shumica tjetër me komisionin e patenterit. Se shoq ashtu. Jo. Se edhe shumica e dy fisht. Se edhe komuniteti. Është thojnë jon kushtetues çashtu. Tjetër temë është ajo. Ja, sa tjetër temë, po për çfarë unë jam të volë. Ata dhe vol për çmimet e të martës në Olpian pazar, unë jam të vol për çmime kushtetuese. 30 sekonda që i dosh. 30 sekondat e mia për Jo, ti po më ndryn mua lotu ka dalë. Okej, 30 sekunda? 30 sekunda të replikës tam të përkëqyri sekonda atë në. Zë Gjorolli mos rësil si kujdestar klase, herë na citon Kadarin, herë ato se nuk besoj që një qash mire, njojnë edhe na fëll. Jo, ti ma mirë son se një letërsin të siguraj. Po të siguraj, nuk e. As një fush se një ma mirë son, po tem tjetër, ajo, detyron tash me thonë. Mos rësil si kujdestar klase që na të regon njëve që është, mos e gjuja tjetë inkvizicion, ajo se veqin. Cila replika për parem? Jo, ata. Ti nuk e di kontekstin aty. Nuk e di kuptim. Është me 10 emisione. Ti kujton që din gjuhën shqipe, po ti ajo që po thotë jo dije wikipedike, Falni. Okej, kaloj koha Xhafer, urdhno. Xhafer. Jo se të jashtë kamerave ki zakonisht qef me më komplimentu në para kamera, po bosh agresiv. Gërnjen publikisht. Mos kalon personale. Mos gërnje, kur s'kem komplimentu? Kur? Pse gërnjeve në kamerë? Pse në kamerë? Kur të komplimentu? Kamerë unë jam në emision. Kur? Jashtë kamerave që më komplimenton, sepse e dhe pse më komplimenton. As njerë. Kalzoj një kompliment s'ta këmbon ty. Ja, mos gërnje televizor. Mos gërnje televizor. Vynë për adrenalinë elektorale. Çdo herë komision. Mos të merr me mua. Jo me ty merr. Ti po më fyn mua. Jo, faleminderit. Kur më hajde ta mojnë nivelin e debatit. Vegan. Xhafer. Ashtu se ul tash. Okej. Faleminderit tjeta. Për pasuesi vetëvendosjes sapo pranoj që për 5 vjet kanë dështuar vetëm me planin A dhe tha kemi tash planin B.
po i lypin edhe 5 vjet me rregullu drejtësinë, po i lypin tash edhe 5 vjet për me gjetë planin B. Për me gjetë planin B. Prandaj qytetarët e Kosovës e kanë ndje çdo ditë, ata që ballafaqohen me drejtësinë e kanë ndje që nuk ka pas asnjë përmirësim, përkundrazi ka pas keqësim të gjendjes në drejtësi, sepse qytetarët nuk kanë marrë drejtësi nga institucionet. Dhe kjo është përgjegjësi në radhë parë e kuvendit për shkak të buxhetimit, e qeverisë për shkak të alokimit mjeteve dhe pastaj edhe institucioneve tjera. Pra, në këtë rast, ky është një pranim i hapur i lëvizjes vetëvendose që kanë dështuar me planin A për veting në drejtësi të shkojnë me planin B. Nuk është ashtu, nuk është dështem sepse thash edhe një herë po e ripërsëris për arsye krejtësisht pragmatike dhe qytetarët janë të vëmendshëm që na gjykojnë dhe ne gjën e parë që nuk duhet ta bëjmë mos e tradhtojmë profesionin. Natyrisht nuk e tradhtojmë kur profesionin, dhe dëgjom Xhafer, lutem. Ideja është ne po flasim nuk e tradhtoj kur profesionin, po flas vetëm si profesionist. A ka qenë zoti kujtim Shala kryetari i atij komisioni? Dëgjom, ne po flasim vetëm si profesionist. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka përkrahur vetingun, sepse ka qenë në Jo, e ka udhëheq LDK-ja. Po natyrisht dhe prandaj e kemi përkrahur. Për shkak dizajnit kushtetues, për shkak pamundësisë me i kalu amandamentet, për me shku me plan A. Nuk është çështja. Thash, po jo be, je avokat, edhe e kupton, je në për sistem. Jo, e ushtron profesion avokat, se unë di që e jurist, se pa u konë jurist nuk bësh avokat. Por me qenë se avokat, tash e deni Po, bashkë kemi kolegë shumë të vjetër. Dhe tash në këtë situatë, Këshilli gjyqësor dhe Këshilli prokurorial është dakordu, sepse janë 5 ligje, cilat, sidomos në çështjet të disiplinimit dhe të performancës. Po mirë Vigane, pse nuk e keni thonë, a nuk e ka ditë që të punë vetëvendosja kur e ka marrë pushtetin? Vetingu do të bëhet. A nuk e ka dita? Me thonë që duhet që kjo, kur ka thonë para 5 vjetëve, ka ardhur, a e dini me cilin slogan keni ardhur? Krejt dhe drejt. Me që slogan keni ardhur pushtet. Tash mas 6 vjetëve, po thoni, s'po funksionon ai sistemi për shkak me planin B. Nuk e zëvendëson kjo. Unë e thash se pa mundësi, vetëvendosja ka ardhur në pushtet në 2021 ka qenë krejt dhe drejt. Pse nuk kemi qenë atëherë sinqert? Ja u dosh atëherë me kontë sinqert, me qytetarin ja është dosh tash. Ose është e vërtet atëherë kur keni thonë krejt dhe drejt, do të bëjmë drejtësi, ose është e vërtet kjo që po e thëjmë tani. S'mundem me qenë dy të vërteta, Vigan. Xhafer, para kamera vjena. Po pra, jemi para qytetarëve, po jemi gjitha kemi integritetin ton personal, studentët që na shohin e që i kemi ligjëruar e që do t'i ligjërojmë. Për shkak të thash të mos tradhimit të profesionit, po flas edhe një herë një gjë shumë të rëndësishme që ka të bëjë me thash zoti Shala ka udhëheq këtë komision. Po nuk ka rëndësi. Për shkak të pamundësisë. O Vigan, nuk ka rëndësi o ba. Ju 5 vjet. Jeta të lutem. Labinuti, koha Labinuti. Koha jam është 10 sekonda sepse ky po mendon. Mirë, Shala LDK-ja se ka detyrë me i kalu punën e juaj. E ka detyrë. 2019, jo. Për shkak dizajnit kushtetues na smujna me ndryshu këto. Okej, e thatë. Kjo pako e ligjeve që rrjedhin nga deklarata e përbashkët e zotimeve nuk e zëvendëson vetingun. Po pse keni thonë që në 2021 kur keni pas sloganin krejt dhe drejt o Vigan? Po les sloganet. Ata shaqesën pikën, në këtë rast. Koha e Labinutit, faleminderit. Faleminderit tjetër. Atëherë, unë duhet të ngacmoj në disa aspekte tjera dhe në qasjen, se qasja është shumë e rëndësi. Qasja qëllimi është shumë i rëndësishëm, pastaj procedurat gjitha tjera të bëhen. Kjo qeveri është mundu me përkthy gjykatat me vendos për drejtësi, në mbi drejtësien, dhe jo mbi të drejtën. Dhe kjo është themel i parimit kushdo që është jurist e di që gjykatat gjykojnë mbi të drejtën dhe jo mbi drejtësien në një shtet modern. Kurse këta e kanë çrëdit, me një fjalë qëllimi i tyre ka qenë me çrëdit sistemin e gjyqësorit për me gjyku mbi moralin, mbi drejtësien e tjera tjera. Kjo është shumë e rëndësishme. Kushdo që është jurist duhet ta di këtë dhe me siguri e di. E përmendi edhe diçka që është shumë e rëndësi zoti Çorolli, tha drejtësia nuk duhet vetëm të bëhet, por duhet edhe të duket. Kjo është kres kundër Francës në gjykatën, për shembull, e të drejtave të njerit. Është shumë e rëndësi. Dhe kjo është e vërtetë. Labinat, ka kalu koha. Po, unë pata mas pak të kohë. Po, Labinat, pejte po fillojmë 3 pyetjet, në fund të emisionit 3 pyetjet shpejta, që dojmë me ditë për programin e juaj, në mandatin e juaj, sa ka me qenë paga e gjyqtarit. Në 4 vitet e ardhshme, a ka me ndru? Shpejt, a ka me ndru? Unë
Ne kemi qenë, po e përsëritje, se thash më herët, prandaj po m'duket si përsëritje, zoti Haradinaj ka qenë ai që i ka arrit për 30%. Në të ardhmen, 4 vite tashmë. Edhe në të ardhmen e thash më herët, do të jetë 30%. Pastaj ja përkthehet ajo në kuptimin e 30%. pagës. Faleminderit. Apo A kanë me pas gardianët që punojnë në burgjet e Kosovës momentalisht, ata nuk kanë sigurim shëndetësor, a kanë me pas sigurim shëndetësor? çështja e sigurimit shëndetësor është mirë që mos luajmë ndjenjat e qytetarëve, sepse është shumë komplekse dhe unë dua që t'jap deklaratat kota. Unë jam për mutualizëm, jo për sigurim në kuptimin klasik që bëhet. A do të falen në 4 vite tashme, në bazë të programit juaj, a keni me falë të burgosën? Kjo është një pyetje madhe, unë besoj që falja që bëhet edhe përmes amnistimit në raste të veçanta, po edhe falja besoj që është e drejtë dhe në raste të veçanta po. Po, okej. Vigan, sa ka me qenë rruga e gjyqtarit mandatin e juaj? Atër me ligjin e pagave, kjo çështje rregullohet dhe progresivisht, sigurisht që për gjatë 4 viteve tashme të mandatit ton, pagat në sistemin ton publik do të vjojnë të rritën, ndërkohë që ne nuk kemi... Sa e dim? Jo, progresivisht rritën sepse sistemi komplet e administratës publike, sepse ne kemi për herë të parë do ta bëjmë me ligj edhe pagën e 13. Kështu që progresivisht... Sigurim shëndetësor, më falë, kemi shumë pa kohë për që ato po të ngos. Vigan, a keni me pas me qitë sigurim shëndetësor të gardiant? Para 2 muajve ne kemi miratu ligjin për sigurimin shëndetësor, sigurisht që do t'i afektoj edhe punëtorët e shërbimit korrektues. Dhe ndërkohë që ata do ta kenë për sigurisht e kanë statusin e veçantë kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe gardianët janë një vlerë e rëndësishme për sistemin tonë. Faljet burgosërve, a do të ketë? Po dhe ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale, por edhe autorizimet që i kanë mënyrë zinxhirore edhe institucionet kompetente që është paneli për lirim me kusht, pastaj edhe çështja e faljeve nga shefi i shtetit, janë çështje të cilat janë të rregulluar me legjislacionin fuqi dhe kush i plotson kushtet. Domethënë ka me pas. Sigurisht që do të falet. Përparem rrugën e gjyqtarit, sa keni me 50%. 50%. Rruga e çdo gjyqtari në Kosovë, çdo prokurori, çdo punëtori në sistem drejtësisë 50% premtim publik i kandidatit tonë për kriminal. Gardian sigurimi në trajtim i veçantë, amandamentim i ligjit ekzistues që gardiant anëtarët e FSK-s, policisë me pas trajtim të veçantë me sigurim shëndetësor. Ç'është pyetja e tretë? Falja e burgosërve? Faljen të ne në sistemin tonë kushtetues e bën presidenti. Ne mund të miratojmë ligj për amnistinë. Nuk e dini se ka me pas nevojë, ligjet për amnistin nuk parashikohen, mund mendoni situatë e ashme shoqëni që kemi nevojë, për sa i takon faljes që e bën presidenti, unë jam, mendoj që tregon natyrën humane të shtetit, edhe duhet mendohet në raste të pavarësisë për shembull për vjetorit, për vitin e ri, zakonisht që është praktikë europiane. Jo për krime shumë të rënda, por për krime të caktuara që dihet cilat. Faleminderit, paga e gjyqtarit Xhafer. Rritja progresive e pagave sipas sistemit aktual gjyqtarëve dhe prokurorëve, sikur e krejt zyrtarëve publik është e pamjaftueshme për shkak se nuk e përballon vetëm rritjen e inflacionit. Pra sapo rritet paga pak me ligjin e buxhetit për shkak të rritjes të inflacionit, po i hub vlera kësaj page. Prandaj rritja e pagave për gjyqtarët, prokurorët dhe krejt sistemin e drejtësisë, por edhe të gjithë shërbysit publik do të jetë 50% në mandatin tonë, sikur që do të jetë edhe rritja e pensionit bazë. Gardiant? Natyrisht që gardianët do të kenë sigurim shëndetësor ashtu siç do të kenë të gjithë zyrtarët e tjerë publik, derisa sa i përket faljes dhe amnistisë. Sanksionet penale nuk kanë qëllim dënimin, ndëshkimin, vetëm ndëshkimin. Ato kanë qëllim edhe riintegrimin. Dhe për aq kohë sa vlerësohet se një person i dënuar është riintegruar, ka arritur nivelin e riintegrimit në shoqëri, duhet të përdoret edhe falja, edhe amnistia, sepse janë që të dyja institucione kushtetuese dhe ligjore që janë në funksion të përmirësimit të një shoqërie dhe jo në funksion të ndëshkimit. Faleminderit. Ishte ky debati i parë për zgjedhjen nacionale 2026. Ne jemi me ju çdo natë në RTV duke gjendë dhe kallzo.com në ora 7 deri në 8. Po ashtu në këtë fushat mos harroni që dezinformatat dhe lajmet e rreme të prodhuara me inteligencë artificiale do të jenë prezente, na lajmëroni për çka do që shihni si të tillë, edhe keni kujdes çka po lexoni, i besoni vetëm lajmeve kredibile. Deri në emisionin e radhës, natën e mirë.